Ja ku jemi në këtë shorë që të quaja special dhe pse është me tjetër që shpim bilete për të cilin ne do të luajmë sot në Telebingon Shqiptare dhe zonja Ardit, përshëndetje. Ardit, përshëndetje gjithëve. Besoj shumë asot duhet jetë më e lartë se zakonisht. Sa është? 1.536.500 lek, 15.868 euro. Pra, për gati 16.000 euro luajmë sot, përshëndesim zonjën Barime nga autoriteti i mbikëqyrjes tërave të fatit, përshëndetje. Përshëndetje Noteren tonë, Joana Omarje, përshëndesim gjithashtu. Përshëndetje dhe mirësi u gjeta. Okej. Jemi në këtë javë të fundit, le ta quajmë kuqezi, sepse në datën 7 kemi hyrë zyrtarisht në muajin e festave të fund vitit, kështu që kjo studio do të transformohet nga Geraldina Spoza dhe ne do të kemi komplet një atmosferë tjetër, por le të gëzojmë të muzikë të bukur që do të na shoqërojë gjatë gjithë pasdites së sotme. Fillojmë me njerë me tërheqjen e kontrabiletove. Forca që! Leo me 906 në fund. Esmi Uruqi. Ervin Musaj nga Elbasani, Elbasani. Tirana, Klodi Kuleri. Me Gaetano, fie. Amari nga Tirana me 3-1-4 në fund. Për Sevda kemi dhe ne fituesin që nga kanë ardhur sot, Veli Imer Simon Pranvera, sepse vjolca na mungon. Eja i dashur, eja. Mirë se vjen. Me kë keni ardhur? Kom ardhë vetëm. Këto përshëndesësh? Do përshëndes fëmi që këm jashtë Gothen Gjermani, i Melda me bashkëshortin Elmon, djalin në Londër, Elton, me bashkëshortin Bruna, pas e fëmi që i kom zemër, për zemër. Hajde rotulojmë rotën e fatit. Forca! Forca! 14.000, 34.000 lek, bëjmë një foto. Faleminderit, urdroni. Eja Imer, nga Tirana vjen Imeri, përshëndetje, si të kam? Mirë. Në këna ka ardhur? Vetëm kam ardhur. Këto përshëndetje. Përshëndet familjen time, stafin të Telebingos, edhe ju i praktikueshëm zoti Ardit. Faleminderit. Hajde rrotullojmë rrotën e fatit. Me mua mos, e të tua mos. Imer, 10.000 lek. Ti ke qënë njërë tjetër? Po. Ke loje telefonike. Ke loja telefonike, po pra se të mbaj mend nga regjistrimet që kemi bërë. Bëjmë një foto tani. Mrekulli. Eja, Imer, këtej të lutem, nga Tirana shkojmë në Përmet me Simonin. Si e? Mirje. Me këna ka ardhur? Vetëm. Kë përshëndet? Juve, stafin Telebingo dhe familjen time. Rofsh, hajde. Marim Caleka. Detmi, 28.000, deri tani ti ke shanset më të mëdha. Faleminderit. Po të shojmë shona bëjt Pranvera. Eja, vjen nga Lushnja. Mirë se erdhe. Hajde për me dorë. Ra kemi vite që marim Telebingo. Hajde, të rënd 1 Unë milion. përshëndes juve, përshëndes stafin e Telebingos dhe familjen time. Ke ardhë me njeri? Jo vetë. Vetë. Hajde, ta rotullojmë. Po bëre më pak se 8.000 lek, e merti 1 milion shin. Forca! Bravo! Me mua mos. 20.000 lek. 400.000 lek të vjetra ke. Bëjmë një foto.
Pra mera ishte lojtare e fundit, sepse si që thash, Vjollca mungon për arsye shëndetësore. Pra, do të thot që, ja ku jemi, 1.000 euro në përmet. Mashallah. Faleminderit dhe miru pafshim gjithë të mirat. Urdhëroni, ulluni. Fillojmë gjeni fort. Vete se pa ty postos. Genti. Alo. O Gent. Alo. O Genti ti e mo? Po. Bukur, Arditi jam Gjebrea. Oh. I jemi në Elbasan. Okej. Hajde luajmë së bashku Genti. Okej. Fillojmë nga Markuel, Brandon, Ester, Frankie, Orgersa, Avi, Kati, Sadi, Artemis dhe Gloria. Ardit, të lutem një sekundi ata qoj pak ke ajo. Ke telebingo. Po, ke telebin. Më falë, ha? Më merak, po ti dëgjove emrat se lojën e bëjmë nga telefoni. Thjesht më zgjidh një emër. Dhe njerë do mi thuhesh. Markuel, Brandon, Ester, Frankie, Orgersa, Avi, Kati, Sadi, Artemis dhe Gloria. Avin me këdo, me atere. Shiko se kemi 4 emra që lidhen me shqiptarinë. Marigoja, që di si flamurin. Isa Buletini, kryengritësi një ditur dhe me lidin e Prizrenit. Luish Gurakuqi, firmëtarin e shpalljes së pavarësisë dhe Ismail Qemalin, heroin ton. Isa Boletini. Isa Boletini. Frankie, Isa Boletini. Dhe bankeri. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje. Ester me Isa Boletinin dhe Markuel me Luish Gurakuqin. Okej. Atere, dëshiron 2 tanët apo 2 proposimet e bankerit? 2 të bankerit. 2 të bankerit. Atere, Esteri ka 25.000 lek dhe 35.000 lek, ti gëzosh. Vazhdojmë Gjeni, forca!
më hapi telefonin Eridion Thaçi. E merr Gjeni kontrabiletën e sjell këtu. Ndërkohë shohim këtë kontrabiletën këtu. Eridion Thaçi nga Tirana nuk mu përgjigj. Vazhdojmë. Alo, përshëndetje Vlora. Po, Nuk mund të mungon të Vlora në këtë fest kuqezi në Tele Bingo sot, siç nuk mund të mungon të dhe zëri i shpat kasapit, të cilin e nderojmë me një duar trokitje. Përshëndetje i dashur, jam Arditi. Ardit, jetërë, ja urojmë shëndet. Faleminderit, kush është Loari? Loari është një tim, djali. Djali. Jej ma, roks. Faleminderit. Ta kesh me jetë. Atëherë i dashur, kemi Markuel, Brandon, Esther, Frankie, Orgersa, Avi, Kati, Sadi, Artemis dhe Gloria. Këdo? Artemisin me kë e do? Me Marigon, me Isa Boletinin, me Luish Gurakuqin apo Ismail Qemalin? Ismail Qemalin. Eja Markuel, se i ngjan dhe Ismail Qemalit fakt, mere, ha. Ti në fakt më shumë duke si Isa Boletin. Atere, banker. Brandon me Luish Gurakuqin dhe Avi me Ismail Qemalin. Okej. Dëshiron 2 tonat apo 2 të bankerit? Tonat. Atere, Artemis ka 35.000 lek. Ndërsa Markueli 25.000 tek Precioza, që vjen gjithmonë me ofertat e saj. Pra Precioza të jep 25.000 lek dhe 35... Të shumë pak lutem? Okej. Dhe 35 bëjnë 60.000 lek, t'i gëzosh. Faleminderit, miru pafshim. Vazhdojmë Gjeni, forca. Faleminderit juve. Se merito ti këtë shi, ma dojgjë shqiptin e ma bone shkume hi. Am ke mendu, atë ko mundu, s'ka qene thonë që ti shëti kismet për mu. Ku jam premtime, ku me të fjallët, më kjellë duhe dhe ke hiksi për kacakë. Për njoni tjetri në kërjeni shime tu, se t'ko besu, se t'ka besu. Zapomni, che si shejtoni, shfaj të badau. Se të rikuzoni, nga emocioni, kur se kam kërku. Më te dikur, të du, se i kreti, nga mu, si ke pasat, to si, që sotimi ka shu. Se patëm fat me këtë dashni, dhe se mërime kësëm boshta një podri. Nga ty se kom, imaginu se ty... Alo, përshëndetje. Ardit. Ma jo e zëri, po pse nuk të Tele Bingo? Kam vajnë e verë, dhe nuk për hapë të do telefoni. Okej. Atere, ju jeni në çfarë qyteti? Në Tiranë. Në Tiranë, se ishte vetëm emri gëzim aty. Po. Atere, 10 emra, një zgjedhje. Markuel, Brandon, Esther, Frankie, Orgersa. Esther. Si e do Esterin? Me Marigon, Luish Gurakuqin apo Ismail Qemalin? Luish Gurakuqin. Mere Isa Boletinin. Bankier. Orgersa me Isa Boletinin, Avi me Marigon dhe Kati me Ismail Qemalin.
presim ka ardhë si Ismail Qemali. Po, Të 2 tonat atë ditë. 2 tonat. Atere, Luigi Gurakuqi ka Swatch, ti ke kapur Swatch, një dashuri që nuk mbaron. Ja ku janë orët Swatch që mund t'i blini online në buybest.shop. Dhe ty t'jep 25.000 lek, ndërkohë unë të kam dhënë 35.000 lek, 60.000 lek. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit. Miru pafshim. Ciao. Kot nuk e morë të bankjerin, se do ishte një zgjedhje fantastike. E janë i pak për para. Ja ku jemi, dhe me njerë që do të mjapi 5 kontra biletat të tjera. Rrota e fatit javën që vjen, do të presë Tomadinen nga Vlora. Kemi kapur 2, i tregojmë të dyja. Suzana Shurdo nga Korça. Dhe Gjek Plumbi, nuk e dim nga, por me siguri nga Veriu. E mirë presim. Nga Tepelena, Gjevdet Rashi, e gjithë Shqipëria përfshihet këtu. Dhe i fundit, kujdes këtu mos kap ty. Okay. Ediola Zote nga Durrësi. Ja, dhe Durrësi nuk mungoj, po të shojmë. A nga Durrësi, nga kanë ardhur dhe 2 fitues mentor, Farid, Vlash, Albert dhe Elisabeta. Eja, i dashur mentor. Mirë se vjen. Ju vini nga Durrësi, po? Nga këna ka ardhur? Nga Peshkopia. Nga Peshkopia, po e keni blerë biletën në Durrës. A kam blerë në Tiranë. Në Tiranë. Po pse shkruar Durrës? Okej, urdhëro? S'ka problem. Okej, jo do të pyes pak Olën. Ola, pse shkruar Durrës këtu? Është zotria është nga Peshkopia, biletën e ka blerë në Tiranë. Pse shkruan Durrës? Me mikrofon. Një mikrofon shpejt ke Ola. Po Ola. Duhet jetë bërë ndonjë ngatres ndoshta nga shkrimi në kontrabilet dhe jemi referuar kontrabiletës. Okej, mirë. Mrekulli. Mirë të sqarojnë të gjitha gjërat. Përshëndes stafin e Telebingos, juve personalisht, djalin tim që kam në Itali, familjen dhe mikun tim të ngushtë, Bleri Bisakun, e ftoj të bleje bilet Telebingo, se ai që luan ai fiton. Okej, hajde luajmë edhe ne. $26.000 lek për ju, bëjmë një foto. Faleminderit. Eja Farin. Tani besoj jemi në Durrës prej vërteti. Mirë. Urdhëro? Mirë jesën. Po. Me këna keni ardhur? Ka parë një mikun tim, po është jashtë. Është jashtë. S'kishte vend ku të parkonte. Këtë përshëndesësh? Përshëndes Telebingon, juve, sigurisht, edhe familjen time, veçanërisht Klesin, se ishte emri i Klesit ke letra. Mrekulli. Hajde luajmë. Oh, 16.000. 36.000 lek. Bëjmë një foto. Urdhroj dashur. Vlashi nga Laçi. Okej, mirë se erdhe. Me këna ka ardhur? Mi kros sadje. Përshëndetje, ja kur shoku, po. Kë përshëndet? A duhet përshëndes shumë, po nuk... I herë përshëndes familjen time. I vajzë vogël që e quna ana, se ana jote. Ana ti. Sa mirë. Ata aty njek. Përshëndes vëllezërit edhe motër, familjen. Okej. Edhe një komshi e quajt Pjetër Paluka, punojnë si janë. Okej. Hajde luajmë tani me rrotën e fatit. Forca. $7.000, bëjmë një foto. Urdhroj dashur. E Alberti nga Tirana. Si Albert? Mirje, dhe këna ka ardhur. Dhe vajzë. Ku e ke gocën?
Përshëndetje, Jakur Shkoca. Këto përshëndesësh tjetër. Stafin e Telebingos dhe familjen time. Shumë faleminderit. Luajmë së bashku. Jo, duhet pak më fort. Megjithatë jo, në rregull. U bë rotullimi plot. Edhe pak. 3.000 ke shanse për 1 milion shin. Ja të bëjmë një foto bashkë. Okej, urdhro. Ti hera e dytë që vjen? Jo, re. Këtu tek rrota e fatit? Po kur ka qenë era tjetër? 8 dhjetor. Vitën e kaluar në 8 dhjetor. Pra, çdo një vit po e bën traditë. Okej. Eja Elisabeta. Me këna ka ardhur? Me djalin. Përshëndetje, Jakur. Nga një puthje speciale për 2 mbesat e mia dhe respekt për gjithë stafin. Faleminderit. Hajde dashur. Forca. Edhe njerë se nuk u bërë rotullimi plot. Duhet pak më fort. Ashtu, tani pa. 20.000 lek, tani po, 20.000 lek. Urdhroj, dashur. Atëhere, si që parashikuam, ja jep një legët zonjës. 1.000 euro në Tiranë. Pas ke fator, e dyta herë që vjen. Edhe herën e parë 1 cent kape, që pas ke këtë dorët, pra për herë të dytë 1.000 euro në Tiranë. Faleminderit, miru pafshim, totali, prisni pak të marim totalin. Banker. 464.000 lek. 4.700. Nga rrota e fatit, 4.700 euro. Faleminderit, miru pafshim. Opa Gjeni. Përshëndetje. Përshëndetje, zoti. Kush është Arba? Arba, është mesa ime. Ta kesh me jetë, të ka sjellë fat ju ka rënë Telebingo. Rosh. Jemi në qytetin e Tiranës, ju si keni emrin? Haxhi. Haxhi dashur, dëgjojmë 10 emra dhe zgjedhim një prej tyre. Fillojmë nga Markuel, Brandon, Ester, Frankie, Orkersa, Avi, Kati, Sadi, Artemis dhe Gloria. Artemis Siedo, me Marigo, Isa Boletinin apo Luiq Gurakuqin? Me Marigo. Me Marigo. Po, Artemis Marigoja është ajo femra, jo, ato të janë meshë, s'kaq. Okej. Avi, ti di ta dallosh Marigon nga të tjetë? Po, hajde. Bankeri. Brandon me Isa Boletinin. Dhe Orgersa me Luiq Gurakuqin. Atere do 2 tonat apo 2 të bankeri? Ja, me tonat. 2 tonat. Kjo është Marigoja, shikoj. 50.000 lekë e kapur. Ndërkohë ne jemi me dashurin e syzeve Optika 1, që vazhdon me ofertën e syzeve optike dhe xhama gjermane 8.900 lekë. Atëre je gjithsej 75.000 lekë, ti gëzosh. Rosh. Miru pafshim i dashur. Ju përshëndesu e biçet marë. Faleminderit. Hajde, Gjeni.
O bankier. Po ku qëlloj që e mora me këtë këngë, mora këtë bilet. Sa bukur ka qollu. Po, një rastësi. Sa po e mora dhe erdha këtu, bam. Telebingo via është 100.000 euro si dhe gjithë Shqipëria. Atere, kur del kjo bilet në shitja? Ajo bilet që nesër është e pranishme në gjitha pikat tona të shitjes. Okej. Tani këto çmime do na I thoni apo do t'i lëni surprizë edhe për pak? Po ja, do kemi gjithë to javë për para. Okej. Ajo del nesër dhe shorti i në fund të vitit. Okej. Atere, ja ku është kjo bilet, e cila ajo që garanton për shortin e madh të vitit të ri, janë mbi 100.000 euro. Me 100.000 euro, që do bëje me 100.000 euro? Qa do blije? Qarë do blije? Qarë do merje? Në thënë tritë do merja një shpirë. Një apartament? Do ta merje? Ta do shpirti? Ja ku e ke një apartamentin këtu brënda. Okej, eja me mua luaj me telefonuesin. Qamatani via, është Kosova, është Shqipëria. Resi zemën qytetia, o sa e madhe, është Italia. Qamatani via, është Kosova, është Shqipëria. Resi zemën qytetia. Po. Alo? Po. Përshëndetje. Po. Kush është Noah? Ke emër kaq I bukur. Jemi në Tiranë. Po si Po të mendoja parë. Kush është Noah? Kush është? Noa është djali. Djali, sa vjeç është? Po. Djali me datë 24 bën 10. O, në 24 dhjetor. Dhjetor. E pas ke sjell të jetë në prak Krishtlindje je. Po. Prandaj dhe ky emër I bukur. Më vjen për të qeshur se kemi ardhur dhe kur ka qenë 1 vjeç. Vërtet? Kemi fituar. Që nga e shkruar. Atëre luajmë, të shohim çfarë çmimi do të kapim. Markuel, Brandon, Ester, Franky, Orgersa, Avi, Kati, Sadi, Artemis dhe Gloria. Këdo? Atëre, këdo ti mami? Gloria dhe... Glorian me çfarë e doni? Me Marigon, me Isa Boletinin? Me Marigon. Orgersa me Isa Boletinin dhe eja. O bankier. Sadi me Luigi Gurakuqi dhe Markuel me Isa Boletinin. Okej. Atëre, 2 tonat apo 2 të bankeri? 2 çuna po. Këdo të emri jokës. 2 gocat apo 2 çunat? Do tona djali, 2 vajzat. 2 vajzat. Atëre Gloria ka 25.000 lek. O, që ju ka dhënë Gjergj Arditi 100 sekonda në shpar. Mbi 1.500 euro. Jeni të lumtur apo? U kënaq, Okej. Atëre së bashku me Noan, ju me siguri do shkoni në shpar, ja ku fitua një nga 2 çmimet që ne do t'i jepnim sot, por njeriudha, le të shohim së bashku çfarë ka ndodhur me 100 sekonda në shpar nga java e kaluar. Opa. Ta shohim pak për të 100 sekonda sa para janë marrë. Përshëndetje. Shumë si Sharka, biletën fitoi babai, lojën po e bëj unë. Faleminderit. Ja ku fillon me elektro shtëpiake. Si gjithmonë, vendosen kutit, ku pastaj bëhet pak vend edhe për televizorin, shpresoj. Jo, e mbushëm mirë. Dhe, po këtë ku do ta lësh tani?
E gjeti vendi. Ja ku bën deri tani 78.377 lekë për 72 sekonda. Vazhdojmë, shkojmë tek... Ja sa ta gjej vendin. Panetone! Të shkoj panetoneve. Të shkoj panetoneve dhe sa burë, sa më pëlqeu ky rrëmbim që bëri zotria. Dhe... Po ikin... bukur. Ja ku është? Me Ariel. Ariel dhe kalon në 1.000 euro e më shumë, mori përsëri Ariel tjera, e mbushi është në 1.200 euro tashmë, dhe më shumë, wow! E kërkoj thesarin dhe i gjeti, dhe i bëri parat që unë sa po parashikova. Ja ku jemi në 135.326 lek, por ndërko, për 10 sekonda, ja pra, unë e dia që do të kalonim 1.500 euro i papare. Mbi 1.600 euro për i zotria. Unë uroj që ky fat ju ndjeki edhe juve, po vete keni në dorë. Atëre do të shihemi në ekran javën e ardhshme. Faleminderit. Miru pafshim i dashur, përqafoj në anë. Miru pafshim. Okej, dhe vazhdoj me surpriza. Se të dileva në Telebingo gjithmonë kemi surpriza, po sot do t'ju tregoj diçka që nuk është surpriz. Është traditë shqiptare, palma, shia që na shoqëron kudo. Ja dhe balerinat, plot busjeshe dhe fërkojnë duart, se sa herë që përmenden frutat e thata, freskia e çdo paketimi që t'jep gjalleri dhe krenari dhe energji është këtu. Ata vinë me një herë. Hajde, merni. Stika, bajame të freskta, lajthi krokante, kaj susunik dhe shumë e shumë të tjera. Dhe ku qëndron sekreti këtyre shijeve? Mos merrni nga more dy, mbaj, mos bëj sikur nuk do. Ja, merre, Sekreti qëndron tek siguria, cilësia dhe freski në çdo frut të thatë. Palma ofron produkte të kontrolluara, të përpunuara në kushte europiane dhe të mbrojtura nga ambalazhi prej alumini. Ndaj, nuk është çudi që gjendet kudo në gjithë Shqipërinë. Kohani, si e futa jetë? Paske, se mos të bjerë gjatë kërcimit. Shkojmë qikë se po shikon Juria, po shikon këtej. Hajde shkojmë tek Juria. Zonja Edith. Ti e di sarë që vjen dhjetori, shtëpit tona marrin aromën e festave, apo jo? Ardit, aroma e festave vjen më së miri me frutat e thata palma, që mbushin tavolinat me shije, me cilësi. Ç'a thuash? Nuk ka festa pa frutat e thata palma, dhe palma nuk është një produkt, është shija që mbledh familjen. Është energjia që bën çdo moment më të bukur dhe çdo festë bën më të ngrohtë. Palma, një botë plot energji, jepi dhe zonjës mbarime. Okej, faleminderit. Zyrën time e di? Të gjitha në zyrën time e për ta marrë. Ja ti marrë këto që ti kem tani. Prit. Shkoj një qik tek Mr. Hasani se do zgjedi dhaj. Hasan! Përshëndetje i dashur profesor Gjebrea. Po. Ju sa po lanshuat tani që palma është një botë plot energji. Por goglat e Hasanit sot kushtojnë afro 16.000 euro i dashur profesor. E di, po merr një të solla kamerën që mos marrësh nga 10. Një more, falenderit. Bëj shaka sa të duash ti. Ndërkohë shohim balerinët që po ikin për të bërë gati për numrin e baletit dhe ne jemi gati për ato, apo jo? Gati dashur. Okej. Atëre janë mbi 16.000 euro, apo jo? 16.000 euro. Edhe këto këtu brenda lëre që janë. Ti fillon andej, unë filloj kësej. Je gati? Gati, dashur. Një 22
81. Pesëdhjetë e nëntë. 53. 28. 3. 22. 24. 88. 10. 79. 8. 16. 14. 34. 33. 90. 73. 61. 56. 87. 4. 52. 55. 60. 68. 23. 25. 21. 51. 82. 36. 15. 19. 18. 6. 57. 62. 23. 83. 5.
12, 31, 69, 1. Bingo! Ja ku kemi bingo dhe të shojmë se ku ka rënë kjo bingo. Jemi në qytetin e jemi në Tiranë, tek rruga Elbasanit, shite në terren 1.536.500 lek, ndërkohë marrim një informacion më të detajuar sa janë shitur me një linjë. Kemi 25.905 fitues me 2 linja 478 fitues dhe që marrin nga 1.070 lek, atyre me një linjë kompanio i 50 lek dhe fituesi madhi bingos në Tiranë. Ndërkohë zonja e ditë do të na thotë se cili është numri i fatit. 1. Kush ka numrin e fatit 1 fiton dhe një bilet falas nga kompania Telebingos Shqiptare. Ndërkohë shohim, opa, Gjeni u bë gati, u ngrit atje dhe ne do të ndjekim një numër koreografi. Bravo Gert, faleminderit. Faleminderit Silvia Tozaj, faleminderit Endriu Tase, faleminderit Joni Peçi për këto emocione. Mirë, ajo që më pëlqen është që sa po shpalos flamuri shqiptar, bum publiku në kapë të qitë. Një ndjesi e jashtëzakonshme. Mirë, do të ndjekim fituesit e javës kaluar dhe do të kalojmë në publicitet.
jam Gjarie Laçi nga Borrelli. Pata fatin me një bilet, me një telefonat, fitova 100.000 lekë. Unë jam Fjortis, vi nga Gramshi dhe jam përfitues i vlerës prej 60.000 lekësh. Jam Abdi Gjoli nga Borrelli. Kësha rallën që në fat i bua 70.000 lekë. Të reja. Jam Mehmeti nga Kamza, me lojën telefonike kam fituar 75.000 lekë. Luani se do të fitoni një ditë. Quhem Bear Buzi, bie në rreth i Beratit dhe fitova 70.000 lekë. Quhem Jorgjin Anushi, vi nga Vlora dhe jam fitues i 80.000 lekë. Unë jam Flora nga Tirana. Ka fituar dhëndri 50.000 lekë. Këto mi ka bërë mua dhuratë. Të kenë të gjithë fat o Zot si kemi neve. Ja ku jemi rikthyer përsëri dhe do të vazhdojmë me telefonatat. Unë jam Franki. Je gati Gjeni? Fillojmë. Mos mbush me shqiptare pirati me ty për kuqa mu nuk po t'i gjoj së mblabo jo në ne më gjithë osa mirë me ken shqiptar me ke për Shqipëri osa mirë me i zonë botë osa mirë nga Shqipëria tu kam gjuhën ti me kam zakonet e mija osa mirë me ken shqiptar unë gjithë jetën do t'atëm u kam mirë do këtu shqiptar do jem gjithë më shqipe Hatikati, futuro tani Hatikati për për një Shqipëri Hatikati për futuro Hatikati për shkollë Hatikati Hatikati për për një Shqipëri Hatikati për futuro Hatikati për shkollë Alo. Me që nuk po flisni ju, po flasu, unë jam Ardit Gjebrea. O, përshëndetje, zoti. Përshëndetje. Jemi në familjen e Nolan, po? Po. Kush është i vogli? Nipi. Nipi, ta kesh me jetë. Po ju si keni emrin? Pullum. 10 emra për ty Pullum dhe të shojmë se kënga emra do zgjedhësh. Markuel. Një sekund të shikoj se e kam në tjetër po shikoj atë sport. Pa merak. Po, ja. Nga sporti kalojmë tek parat. Markuel, Brandon, Esther, Frankie, Orgersa, Avi, Kati, Sadi, Artemis dhe Gloria. Glorian me këdo. E do me Isa Boletinin, Luigi Gurakuqin apo Ismail Qemalin? Me Luigi Gurakuqin. Me Luigi Gurakuqin. Sadi, hajde mere Isa Boletinin. Çfarë do t'na jap bankeri? Kati me Isa Boletinin, po. Avi me Isa Boletinin, po. Dhe Franki me Luigi Gurakuqin. Atëre dëshiron 2 tonat apo 3 të bankerit? Fatin ton. Po. Atëre 30.000 lek për ty dhe 50.000 lek nga unë, 80.000 lek. Shumë i nderuar. Faleminderit. Gjithë të mirat miru pafshim. Ta lopshim mirë. Faleminderit. Është momenti fituese së Telebingos, vjen nga Tirana dhe quhet Angjelushe Çaushi. Përshëndetje. Mirë se vjen, si e? Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Faleminderit. Urdhëro. E po gëzuar festën. Të gjithë bashkë dhe me që viti po vjen, po mbyllet ky vit, inshallah mbarësi për gjithë shqiptarët. Unë dua të përshëndes vetëm dy mbesat e mia të vogla, Kiarën dhe Ajden.
janë të mrekullueshme. Me këna ka ardhur sa? Unë vetëm kam ardhur. Vetëm. Dhe ato po të ndjekin nga ekrani, besoj. Sa vjeç janë? Kiara është 7 vjeç në klasë të 2 dhe Ajla është 11 vjeç në klasë të 5. Mrekullim. Ju përshëndes dhe ju Ardit. Faleminderit. Edhe stafin e Telebingos. Shumë faleminderit. Gjithë shqiptarët një barësie të blejnë Telebingo. Shpresa. Gjithmonë kam blerë Telebingo dhe një ditë erdha këtu. Jam shumë i lumtur që jeni këtu sot me ne. Faleminderit edhe unë. Dhe urdhëroni, ja ku janë këtu, mbi 9.000 euro. Urdhëro. Faleminderit. Faleminderit juve. Juroj dhe unë gjithë të mirat, miropafshim. Vazhdoj me telefonatat. Forca! Kastriot. Po. Si të kam? Mirë. Që bëhet ande nga laçi mu? Hiq, Ordit, hiq, faleminderit. Ja ku jam me Kastriotin gati për të luajtur. Faleminderit. Je gati i dashur? Po. Okej. Atëre fillojmë nga Markuel, Brandon, Ester, Frankie, Orgersa, Avi, Kati, Sadi, Artemis dhe Gloria. Artemisën e do me Isa Buletinin apo Luish Gurakuqin? Me Luish Gurakuqin. Vjen dhe Kati me Marigon. O, bankir. Brandon me Isa Buletinin, dhe Frankie me Ismail Gjemalin. Atere, dëshiron 2 zarfatan apo 2 të bankerit? 2 tona. 2 tona. Po. 30.000 lek. Dhe 70 ke fituar mbi 1.000 euro. Faleminderit aty, Faleminderit ty. Faleminderit, miropafshim i dashur, gjithë të mira. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Jemi në festa dhe do bëjmë sa më shumë telefonata. Alo, Vladimir. Po. Si e? Telebingo. Telebingo, pra Telebingo. Jemi në Tiranë me Vladimirin. Po. Vladimir, je duke na ndjekur apo jo? Po. Okej. Jemi gati për 10 emra apo ke ndonjë emër në mendje? Po. Të t'i them. Do t'i dëgjoj. Atëre, Markuel, Brandon, Ester, Frankie, Orgersa, Avi. Frankin, si e do Frankin? Me Marigon, me Luish Gurakuqin apo Ismail Qemalin?
Me Luigi Gurakuqi. Me Luigi Gurakuqin. Vjen dhe Avi me Isa Boletinin. Të shohim çfarë do të na japi bankeri. Saadi me Luigi Gurakuqin dhe Markuel me Isa Boletinin. Okej. Atëre do 2 zarfatan apo 2 të bankerin? 2 tona. 2 tona. Franki. 30.000 lek. Dhe 20.000 70.000 lek. 70.000 lek. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Tani kemi edhe faleminderit, më fal që ta ndërpreva. Tani kemi premtimet që kemi bërë. Zonja Edith, do më thuar së bari se ku ishim fshehur çmimet e mëdha, se do bëjmë telefonatat për çmimet që kemi bërë. Atëherë kemi një shpar tjetër. Te Gloria Ismail Qemali. Për pak. Ja ku shpari. Tashti kemi 1 milion që Franki Marigo. Për pak edhe aty i kanë gjetur dhe vetëm Marigo nuk e morën. Vazhdojmë me rrogën. Super Peta me Artemisa Isa Buletin. Super Peta e vetmja që kish mbetur, e pabesueshme. Po. Rroga Sadi Marigo. Ja, dhe Marigoja e Sadi. Po. Kati Luigi Gurakuqi. Kati me Luigi Gurakuqi. Dhe Brendon Marigo. Dhe Brendon me Marigon. Ja ku janë çmimet e mëdha. Okej. Tani mbajni zarfat aty, evidentojni zarfat që keni, sepse mbaj Brendon atje, sepse do të bëjmë telefonatat duke filluar nga 100 sekonda në shpar. Jepi. Fillojmë të japim premtimet që kemi dhënë. Do t'japim edhe Super Petën, do t'japim edhe rrogën Telebingo. Bravo. Imagjinoni ç'do bëhet për vit të ri. Live në të dielën shqiptare do t'japim çmimet e mëdha. Ndërkohë marrim tjetrën me Gjenin që të mos u mbasim kohë. Alo. Edmond. Po. Si, e? Mirë, si ka. Faleminderit. Po. Faleminderit. Do shjemi brenda kësaj jave. Mirupafshim i dashur, mirupafshim. Paripafshim. Tani bankier, kush e ka radhën? Super Peta. Super Peta. Super Peta vjen këtu. Do japim Super Petën. Bravo Bruna! Bruna tha Telebingo, ndërkohë ka fituar edhe 5.000 lek, edhe Super Petën. Ja ku jemi, Super Peta në Durrës. Faleminderit. Do vish të dielën e ardhshme, dashur Bruna, që do vish të luash dhe Bruna vjen të luaj për 15.000 euro. Faleminderit. Mirartë, dashur, mirartë. Mirëgjeshje, faleminderit. Mirupafshim, gjithë të mira. Mirupafshim. Okej. Po tani bankeri? Rroga. O, si e trashë zëri? Okej, e qonë ti.
Eja Sadi. Eja Brenda. Roga Telebingo. Avi, hajde shpejt. Shme video. Ta marrin. Pa. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Sa isha të bët me motrën. Po ku je? Ja në autobus. Në autobus? Po zemra bukur. Atëre, ajo është Rajna, po jo? Po, Rajna. Rajna si e? Si e? Arditin, mam. Ua, isha ti tërku motrës që furi dur të po lutje që vire Telebingo. Besoj po më dëgjojnë edhe në autobus tani, po? Po pa tjetër të dëgjoj, po tani po vje stacioni që do të spres. Atëhere, të ka zënë vapa, po? Jo, kam shumë vite që të Telebingo. Vërtet? Okej. Ua. Erdhi stacioni, apo të vazhdojmë? Ja, erdhi. Erdhi stacioni, të zbresim. Përshëndesim të gjithë udhëtarët që janë në autobus. Po ikim të Gjagji Rajnës. Okej. Zbresim. Qa ku që qësë. Ja, zbritëm. Zbritëm. Okej. Tani besoj jemi nuk na dëgjon njeri, po? Po. Ose vetëm disa udhëtarë që kalojnë. S'ka problem. Rajna është një fëmijë e ardhur në jetë mbas 20 ditësh martesë. Ta kesh me jetë. Faleminderit. Ju si e keni emrin? Margarita. Margarita. The që ke 20 vite që luan me Telebingon, po? Në qështë se ka ardhë Telebingo, vetëm në herë në bilet, në numër pati. Okej. Rajna, puqe pak mamin. Puqe pak mamin. Puqe mamin. Okej. Bravo. Dhe mami do të bëj një dhurat shumë të bukur, sepse mamit i ka rënë roga Telebingo. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mami fiton rogën Telebingo. Shumë faleminderit. Gjagji, faleminderit. Thank you. Ja kush roga Telebingo. Shumë faleminderit. Sa kam duruar të u lutë bashkë me vajzën. Në Tiranë roga Telebingo. Shumë faleminderit. Ta gëzosh. Lutë Zoti respekt e pafund për të gjithë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe do shihemi. Do vi bashkë me Rajnë. Bravo, e mirëpresim me shumë dashuri. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. O sa bukur, urdhëro, ejani me mua, ejani. Ja ku jemi, dham pa fund çmime të mëdha sot, të gjitha do t'jenë në Zarfa për javën e ardhshme dhe nëntori ishte një bum i madh. Dhjetori akoma edhe më shumë. E di se kështu ka ndodhur çdo vit. Ju vetëm luani me ne.